Sociologu Eriseld Kalema ka ngritur alarmin mbi përmasat shqetësuese që ka marrë bullizmi në shkollat shqiptare, duke e cilësuar atë si një emergjencë kombëtare. Kalema i theksoi se fenomeni i Italjes, përçmimit dhe poshtërimit mes të rinjve është bërë gjithnjë e më i përhapur dhe shpeshherë përshkallëzohet në vepra penale, ashtu si rasti i fundit mes dy adoleshentëve në fshatin Sheqeras të Maliqit, ku njëri prej tyre mbeti i plagosur me thik. Kalema i nënvizoi nevojën për politika mbështetëse konkrete. Bullizmi në shoqërinë tonë është, për mendimin tim, është emergjencë kombëtare. Tallja, përqeshja, përçmimi, poshtërimi tek të rinjt është një fenomen shumë i përhapur dhe problematik tepër shqetësues. Neve duhet të rikonceptojmë të rinjt, brezin e sotëm, mendësitë e tyre dhe përjetimet e tyre, të cilat ndryshojnë në mënyrë të shpejtë dhe frenetike. Shpesh brezat e mesëm, po e quajmë, më të rritur nuk i kuptojnë dhe ne duhet punojmë sidomos në fushën e arsimit dhe të familjes. Duhet ketë politika konkrete mbështetëse për të rinjt, të jenë pranë tyre dhe të trajtohen në mënyrë më dinjitoze. Sipas tij, arsimi ka nevojë për një reformë të thellë, jo vetëm në aspektin mësimor, por edhe në drejtim të shërbimeve sociale. Jam i mendimit që arsimi duhet të bëjë një reformë rrënjësore, qoftë për sa i përket aspektit didaktik dhe mësimor, por edhe sa i përket edhe shërbimit social dhe njerëzor brenda këtyre institucioneve. Duhet të rriten profesionistë e fushave të psikologjisë, punonjësi social në këto institucione dhe duhet të ketë një vëmendje të shtuar ndaj situatave të cilat gjithmonë po vinë më problematike. Ne si shoqëri duhet të jemi më të shqetësuar, duke përfshirë institucionet, duke përfshirë median, universitetet, shoqërinë civile dhe mbar shoqëria duhet të jetë e shqetësuar për situatën në cilën ndodhet. Duke filluar që nga fëmijët, edhe tek të rinjt, por shohim forma të larta të agresivitetit, të dhunës, të cilat në një farë mënyrë teknologjia po i përshpejton. Të rinjt sot jetojnë në dy botë, në botën virtuale dhe në botën reale. Bota e qytetëruar, bota e përparuar po e përdor teknologjinë në funksion të përmirësimit të jetës dhe nuk po e përdor teknologjinë në mënyrë abuzive apo po e keq përdoren nga të rinjt. Ai shpreh keqardhjen se një pjesë e madhe e adoleshentëve janë të mpirë emocionalisht dhe kjo, sipas tij, është pasojë e një shoqërie që po përjeton një ndryshim të frikshëm të marrëdhënieve njerëzore. Nuk është problemi se ku ndodhin, problemi është si formësohet mendja dhe cilat janë përjetimet e të rinjve. Me keqardhjen them, një pjesë e madhe e adoleshentëve dhe të rinjve janë pa ndjenja. Nuk po flas empatik, janë të mpirë nga emocionet. Ne jetojmë në një situatë që për gjykimin tim është e frikshme dhe ne duhet të reagojmë menjëherë për t'i kthyer tek njerëzorja. Vërtet teknologjia pompohet dhe flitet sikur është e ardhmja, por është edhe problemi i shoqërisë. Ne po ndryshojmë në mënyrë rrënjësore, po ndryshojmë gjitha konceptet e marrëdhënieve njerëzore, kështu që vetë shoqëria ndodhet në një shok për sa i përket kësaj gjenerate. Kalema i thekson se ligji është vetëm një ndërhyrje emergjente, por jo zgjidhja përfundimtare. Sipas tij, fokusi duhet të jetë tek arsimi dhe familja, si dhe tek edukimi i vetë prindërve, të cilët shpesh nuk janë të pajisur me aftësitë për të kuptuar ose ndihmuar fëmijët e tyre. Ligji është një mënyrë për të edukuar, është një formë ose një ndryrje emergjente, por nuk është se është zgjidhja përfundimtare, gjykoj unë. Mendoj që investimet duhet të jenë ose vëmendja dhe shqetësimi duhet të jetë tek arsimi dhe tek familja. Ne na duhet, ndonjëherë me keqardhje them, na duhet të edukojmë edhe prindrit për fat të keq. Dhe problemi nis që në familje dhe promocion edhe tek arsimi. Cilësia e mësuesve ka të bëjë shumë, psikologët, shërbimi psikologjik ka punën e vet dhe detyrën e vet, por njëkohësisht edhe fryma shoqërore, edhe energjia shoqërore, edhe mendësia shoqërore duhet të tregojë dhe të orientojë këta të rinj tek modeleve dhe vlerave të qëndrueshme dhe vlerave të qëndrueshme. Duhet rritur numri i psikologëve në shkolla dhe kontrolli i tyre të jetë gati individual për secilin të ri. Numri i lartë i nxënësve në syrin e psikologut është bërë një punë jo efikase në këtë rast. Kështu që na duhet një vëmendje profesionale për dhe një numër sa më i vogël i nxënësve të cilët vinë në survejimin e psikologut shkollës. Kjo thirrje vjen në një kohë kur raportet për raste të bullizmit dhe dhunës në shkolla janë në rritje, duke reflektuar një krizë të thellë sociale që kërkon ndërhyrje të menjëhershme nga të gjitha hallkat e shoqërisë.